Përshëndetje. Publikimi në media i dokumentacionit dhe informacioneve mbi tenderin prej 15 milion eurove për blerjen e 3 avionëve që shërbejnë për shuarin e zjarreve edhe njëherë tjetër tregon si qeveria e Edi Ramës administron sigurinë dhe mbrojtjen kombëtare dhe si menaxhon paratë e shqiptarëve. Sipas medias, Ministria e Mbrojtjes ka shpallur fituese kompaninë Air Tractor Europe, e cila është përfshirë në vendime gjyqësore në Spanjë që lidhen me manipulimin e tenderave dhe korrupsionin në sektorin e avionëve. Vendimet e autoriteteve gjyqësore spanjolle përveç dëmit korruptiv mbi 150 milion euro, së bashku me vendimin e Gjykatës Supreme në Greqi në vitin 2024, pengojnë kompaninë që të marrë pjesë në procedura prokurimi në vendet e Bashkimit Evropian. Në fakt, edhe legjislacioni shqiptar përmban të njëjtat klauzola penalitetesh. Kështu, bazuar në ligjin 36/2020 për prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, neni 38.1 parashikon: autoriteti kontraktor skualifikon çdo operator kur ka të dhëna se ai ka qenë ose është dënuar për një sër veprash penale, përfshirë falsifikim, korrupsion, mashtrim e të tjerë. 2. Në dokumentat standarde të tenderit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, shtojca 10 kërkon që ofertuesi të vetë deklarojë se nuk është dënuar për asnjë nga veprat penale të parashikuar në nenin 38.1 të ligjit. Në këto kushte, Partia Demokratike kërkon anullimin e menjëhershëm të procedurës dhe nisjen e hetimeve të thelluara nga SPAK për të penalizuar përgjegjësit. Faleminderit.